vetëm disa muaj më vonë, po në vitin 2016, pasi u vra Elton Qiço, dhe po ashtu së bashku me të u arrestua edhe një djalë tjetër me emrin Miloshi, që të mos ja ngatroj emrin, por ky i fundit tha për para drejtësisë se po është e vërtet që unë e kam dërguar me makinë Jani Aliajn për para ambienteve të lokalit Deniro në zonën e stadiumit, po, shoqëruesi, por nuk e kam ditur se çfarë akti do të kryente. Vetëm 8 muaj më vonë, Gjykata e Tiranës e liroi këto të fundit, pra u dënua me vetëm 8 muaj burg dhe doli si një person pothuajse i pafajshëm në këtë histori. Ndërkohë që për Jani Aliajn gjykimi vazhdoi, edhe pse ky i fundit ishte i arratisur dhe nga të gjitha provat e mbledhura rezultoi dhe gjykata u bind nga provat e prokurorisë se ishte pikërisht Jani Aliaj autori kryesor i vrasjes Elton Qiços. Ajda pse zgjasin kaq shumë procedurat e ekstradimit? Pra nëse do të ishte ekstraduar taktën 1 vit e gjys që kur është arrestuar në Greqi the 31 dhjetor të 2024-s, mbase mund të ishte gjallë. Jo më kote se ka Marcel dhe thash që Jani Aliaj në moment që u arrestua nga autoritetet greke, kishte një dënim për të shlyer në drejtësinë greke, pra në burgjet greke, për shkak se ishte dënuar më herët për vrasje dhe për vrasje të mbetur në tentativë në shtetin grek. Dhe duhet të shlyente një dënim prej 2 vitesh. Pra, në vitin 2026, në fund të vitit 2026, ai zyrtarisht do të niste procedurat e ekstradimit drejt shtetit shqiptar. Por ne shpesh kemi parë që grupet kriminale veprojnë më shpejt se sa drejtësia dhe në dieni të plot që Jani Aliaj mund të ekstradohej dhe për hir të së vërtetës nëse do të kishte ardhur në Shqipëri do të ishte më e vështirë për të ekzekutuar. Ne me të vërtet kemi pasur raste të vrasjes në burgje, por kanë qenë raste shumë sporadike, pra kemi rastin e vrasjes së ndodhur në burgun e Peshinit, për një, le të themi, për një element të krimit të organizuar që nuk kishte më ndonjë peshë të madhe, pra ka qenë pak më e thjeshtë për personin që e ka marrë përsipër dhe për personin që do të eliminonte. Dhe pas kësaj kohe, siguria në burgje, patjetër, sidomos për futjen e armëve, qoftë atyre të ftohta apo qoftë armëve të zjarrit, është shtuar shumë dhe do t'ja vështirësonte grupeve kriminale apo personave të interesuar për vrasjen e Jani Aliajt që ta kryenin ekzekutimin brenda territorit, brenda burgjeve të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, në shtetin grek është shumë interesante çfarë ka ndodhur sa i takon vrasjes. Le të ndalojmë pak tek ngjarja që ka ndodhur brenda burgut të Korridalos. Po, tani do flasim pak edhe për autorin. Patjetër. Është era e dytë që Jani Aliajt i bëhet, le të themi, qellohet me thik brenda atij burgu. Njëherë ka qenë rreth vitit 2009 që u sulmua nga Elton Qiço, pra ajo që unë tregova më parë, dhe tashmë një i burgosur përjetësisht me dënim të përjetshëm në burgun e Korridalos në Greqi, së bashku me një grup arabësh, kishin disa kohë që e kërkonin Jani Aliajn, sepse burgu i Korridalos e thash është një nga burgjet më të mëdha në Greqi dhe ka shumë sektor. Po flasim këtu nga pistat e para të hetimit, flasim për prishje të pazareve të drogës, sepse flitej të paktën dhe mediat greke kishin referuar që vazhdonte të kishte edhe lidhje me trafikun e drogës, apo për hakmarrje nga Shqipëria, për cilat janë pistat më kryesore që po hetojnë. Dhe do ta përfundoj pak pjesën sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur në momentin e fundit dhe pastaj edhe për dal tek ajo se cilat janë pistat kryesore të hetimit. Dhe pas një periudhe të gjatë kërkimesh të grupit të interesuar për eliminimin e Jani Aliajt, pra flas për grupin e rekrutuar brenda burgut, se patjetër që kemi të bëjmë me një vrasje, me një grup të rekrutuar dhe me një person të rekrutuar dhe me një vrasje me pagesë, kjo tashmë e pranuar edhe nga autori grek, i cili ka thënë përpara autoriteteve që ka marrë dhe një shumë prej 15.000 eurosh për të kryer këtë vrasje, edhe pse në fakt është një shifër shumë e ulët. Jo, me këto që dëgjojmë në Shqipëri me shumë zero, kjo që nga por ndryshon pak, sepse në Shqipëri realisht e vërtet është, pra ne kemi dëgjuar shifra shumë të larta dhe të thuar që jeta e një njeriu kushton në shtetin grek brenda një burgu vetëm 15.000 euro duket shumë pak.
Pas kërkimeve të vazhdueshme, u ndalua një periudhë kërkimi për vrasjen e Jani Aliet dhe më sa duket ditën e djeshme në sektorin numër 3 të burgut të Korridalos e ka sulmuar me thikë duke e lënë të vdekur në vend. Me njerë pas kësaj janë kryer dhe kontrole në fakt në burgun e Korridalos, ku janë gjetur telefona, janë gjetur armë zjarri, pra një armë të paktën e llojit bereta, janë gjetur thika, si thika të mirë filtra, por edhe thika të improvizuara brenda ambienteve të burgut, të cilat janë sekuestruar patjetër duke rritur në një farë mënyre sigurinë aktuale në burg. Ndërsa sa i takon çështjes pistave të hetimit, Marcel, Jani Aliaj ka qëndruar të paktën 9 vite që pas vrasjes së Elton Çiços ka qëndruar i lirë, ka vazhduar aktivitetin e tij